Ilir Vrenozi, simpatizanti më i njohur i Partisë Demokratike, ka folur pas daljes nga Big Brother VIP. Vrenozi ka zbuluar se pasi ka lënë shtëpinë nga Partia Demokratike, ka kontaktuar Ervin Saljani, duke e komplimentuar për këtë eksperiencë, teksa refuzoi të komentojë thirrjet e Berishës për daljen në grevurie. Vrenozi refuzoi edhe një ftesë të mundshme për të marrë pjesë në podcastin e kryeministrit Edi Rama. Nga Partia Demokratike më kanë kontaktuar Ervin Saljani, i cili më tha bravo, askush tjetër, nuk e di se çfarë ka ndodhur nga politika dhe nuk mund të flas. A do shkoj në podcastin e Edi Ramës? Jo, nuk dua ta dëgjoj si fjalë, tha Vrenozi. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.